Në një natë të ftohtë dhjetori të vitit 2003, në lagjen e qetë të Sugar Land, Texas, dera e shtëpisë së familjes Whitaker u hap ngadalë. Kevin, 19 vjeç, hyri i pari, duke qeshur ende për ndonjë shaka që kishte bërë në darkë. Një shtën e thatë i shpërtheu qopsin. Trupi i tij ra si një kukull pa fije, syt ende të hapur nga bija. Trisja, nëna që sapo i kishte dhuruar të birit të madh një Rolex prej $4,000, vrapoi brenda kur dëgjoi zhurmë. "Kevin!" Britma e saj u ndërprej nga një plumb i dytë që i hyri drejt zemrës. Ajo rrëzua mbi trupin e djalit të vogël. Duart ende duke u përpjekur ta mbronin, sikur dashuria e një nëne të mund të ndalte plumbat. Kent Whitaker hyri i fundit. Një plumb i shpërtheu shpatullën, por ai u shtir i vdekur mbi dyshemen e ftohtë, duke dëgjuar hapat e vrasësit që i afroheshin. Në atë çast, dera u hap edhe një herë. Bart, djali i madh, viktima e vetme që mbijetoi, hyri dhe bërtiti me zë të dridhur. "Çfarë po ndodh?" Një plumb i katërt i shpoi krahun e majt. Një plagë e cekët e llogaritur deri në milimetër. Pastaj heshtje. Vetëm hera që frynte jashtë dhe gjaku që rrinte ngadalë mbi pllakat e mërmerta. Askush nuk e dinte atë natë, por vrasësi i vërtet ishte pikërisht ai që po qante më fort në ambulancë. Bart Thomas Whitaker kishte urryer familjen e tij me një urrëtie të heshtur, të akull, që i kishte ngrënë shpirtin që në adoleshencë. Nuk ishte dhunë fizike. Ishte diçka më e keqe. Pritshmëri të larta, dashuri që ndihej si zinxhir, krenaria e një nëne që i tregonte të gjithëve: "Djali im do të bëhet dikush." Për Bartin, çdo je krenaria jon tingëllonte si: "Ti nuk je kurrë mjaftueshëm." Dhe një ditë, urrëtia u bë aq e madhe sa trashëgimia prej $1.5 milion ju duk çmimi i drejtë për 3 jetë njerëzish. Ai provoi 4 herë. 4 herë dështoi dhe në të pestën ja doli. Ja doli të shikonte nënën duke vdekur mbi trupin e vëllait të vogël. Ja doli të qëlloi vetë në krah dhe të qante si viktim, ndërsa brenda tij ndihej vetëm një zbrazëti e ftohtë. Por fati ka një mënyrë të shnjërzore për të ndëshkuar. Kur arratis në Meksik dhe u bë Rudy Rios, për herë të parë në jetë ndjeu diçka që i ngjante paqes. Plazhet, bira e ftohtë, një vajzë që e donte pa e njohur të vërtetën. Për 18 muaj, ai besoi se ai kishte dalë. Pastaj një të premte mbrëmë, dera apartamentit të vogël në Cerritos u hap me forcë. Policët meksikan e kapën teksa po gatuante tacos me të dashurën. Ajo qau. Ai nuk lëshoi asnjë pikë lot. Vetëm buzëqeshi, me atë buzëqeshje të ftohtë që e kishte pasur që fëmijë dhe tha: "Më në fund përfundoi." Gjyqi ishte ferr. Kent Whitaker, i vetmi që mbijetoi, ul çdo ditë në sallë duke parë djalin që kishte dashur më shumë se jetën e vet. Kur prokurori kërkoi dënim me vdekje, Kent u ngrit dhe me zë që i dridhe tha: "Unë e kam falur, mos e vrisni, le të jetoj me atë që ka bërë. Vdekja do të ishte shumë e lehtë për të." Salla u mbyt në lot. Juria e dënoi me vdekje gjithsesi. Për 11 vjet, Bart jetoi në vdekje të gjallë në Polunski Unit, në qelin 12 metra katror, ku çdo ditë je i vdekur, por ende merr frym. Lexonte Dostojevskin, shkruante letra që askush nuk donte t'i lexonte. Flinte me dritë të ndezur sepse errësira i sillte ëndra ku dëgjonte nënën duke i thirrur: "Bart, pse?" Më 22 shkurt 2018 e shoqërua në dhomën e ekzekutimit. E lidhe në krevat, i futën gjilpërën në ven. Në 18:20, telefoni burgut ra. Ishte guvernatori Greg Abbott. Në minutën e 40 para injeksionit vdekjeprurës,
dënimi u kthye në burgim të përjetshëm pas një shans për liri. Bart u kthye në qeli. Nuk qau, nuk qeshi, vetëm uli kokën dhe përshpëriti. Edhe Zoti më urren aq sa të më lër të jetoj. Sot, dhjetor 2025, Bart Whittaker është 46 vjeç. Flokët janë thinjur herët. Syt i ka të vdekur si dy gropa akulli. Çdo muaj, një të diel, një burr 77 vjeçar me karrocë vjen ta vizitoj. Është Kent Whittaker, babai që humbi gruan, humbi djalin e vogël, humbi çdo gjë, përveç dashurisë për atë që ja shkaktoi të gjitha. Ulem përballë njëri tjetrit, të ndarë nga xhami trash. Kent i prek xhamin me pëllëm të dridhura. Bart e prek nga ana tjetër. Nuk flasin shumë. Ndonjëherë Kent i thot vetëm të dua bir. Dhe Bart, me zë që i del si nga varri, përgjigjet. Edhe unë të dua, baba. Por të dy e din se këto fjalë janë thjesht tinguj. Dashuria e vërtet vdiq atë natë dhjetori bashkë me Trisjan dhe Kevin. Çdo natë, në orën 22, drita në qeli fiket. Bart nxjerr nga poshtë dyshekut foton e vetme që i lejohet. Ai 12 vjeçar, Kevin 6 vjeçar, nëna dhe babai duke qeshur në borë në Colorado. E shikon për një minutë të gjatë pa lëvizur. Pastaj e kthe nga muri dhe shtrihet në krevatin e hekurt. Në errësirë dëgjon vetëm një zë që përsëritet e përsëritet pa pushim. Pse, Bart, pse? Është zëri i nënës së tij. Nuk ikën kurrë. Dhe kështu do të vazhdoj çdo natë për 40, 50, ndoshta 60 vjet të tjera, derisa zemra e tij të ndalojë së rrahuri. Njeriu që deshi të vriste familjen për të qenë i lirë, tani është i zonuar të jetoj përgjithmonë i burgosur brenda vetvetes, duke mbajtur mbi shpatulla peshën e dy varreve dhe një dashuri e babai që nuk vdes kurrë. Ky është ferri vërtet. Jo vdekja. Jeta pa shpresë, pa falje, pa harresë. Vetëm një djalë dhe një baba që takohen një herë në muaj, duke u shikuar në sy dhe duke kuptuar se të dy humbën gjithçka. Njëri sepse vrau, tjetri sepse refuzoi të urrej. Kjo histori nuk është thjesht për një vrasës që deshi të shkatërronte familjen e vet për para. Është për një djalë që e ndjeu dashurinë si burg dhe zgjodhi të diçte gjithë botën për të dalë jashtë saj. Është për një nënë që vdiq duke u përpjekur të mbronte djalin e vogël me trupin e saj. Është për një vëlla që nuk do të ketë kurrë mundësi të rritet, të dashurojë, të bëhet baba. Është edhe për një baba që humbi gjithçka. Gruan, djalin e vogël, besimin te njeriu, por që ende zgjedh çdo muaj të ecë me paterica deri te xhami i burgut dhe të thotë të dua. Në fund të fundit, mesazhi i kësaj historie është i thjeshtë dhe i tmerrshëm. Dashuria mund të jetë dhurata më e madhe që të jepet ndonjëherë, por nëse ti e kthe në burg, ajo bëhet plumbi që të vret ty dhe të gjithë rreth teje. Dhe kur ti e vret dashurinë, ajo nuk vdes vërtet. Ajo kthehet dhe të ndjek çdo natë, deri ditën që ti vet të mos kesh më frymë. Prandaj, nëse sot ke një nënë që të telefonon shumë, një baba që të bezdis me pyetje, një vëlla që të merr makinën pa leje, përqafoj ata më fort. Sepse një ditë mund të kesh gjithë botën në xhep, por të mos kesh mas kënd për ta ndarë. Kjo është ajo që mbetet nga historia e Bart Whittaker. Jo një krim sensacional, por një lutje heshtër që vjen nga dy varre dhe nga një xham burgu. Mos e merr dashurinë si të mirëqen. Një ditë mund të jetë vetmja gjë që të mbetet, dhe mund të jetë pikërisht ajo që ti e vrave me duart e tua.